Mirëmbrëma, mirëmbrëma nga emisioni Fjejete. Unë jam Anila Sulstarova dhe sot do të flasim për nënat. Jo aq për amësinë në vetvete, sesa për një tipar shumë të veçantë, që është faji që nënat provojnë. Ky emision është frymëzuar nga rastet e disa nënave të reja, të cilat vuajnë shpesh herë për mënyrën se si ato po prindërojnë, sepse në çdo epokë del dikush që do të mësoj grave si t'jen nëna. Në një epokë ka qenë kisha, më vonë mjekët, psikanalistët, sot janë podcastet, blogjet, rrjetet sociale, dhe të gjithë kanë një premtim që diku ekziston një mënyrë perfekte për të qenë nën. Ndërkohë që amësia nuk mësohet nga jashtë, nuk është një kostum që vishet. Amësia është diçka që buron nga brenda, vjen nga mënyra se si jemi rritur, si jemi edukuar, si na kanë dëgjuar, si na kanë parë, si na kanë pranuar. Pyetja ime është pse kërkojmë ne nga nënat e reja që të mësojnë nga manualet? Duke sikur çdo brez nënash duhet riedukuar nga e para. Thua se nuk ka një kujtesë për nënat. Thua se në trup të mos mbante përvojën e brezave para saj. Amësia nuk vjen bosh. Tek ajo bartet kujtesa e mënyrës se si është dashur. Dhe në atë përzierje të kujtesës dhe filozofive të reja të prindërimit lind ajo që quhet nëna e re. Dhe bashkë me të një grua që po përpiqet të gjejë veten përmes një roli që e lumturon, por që e lodh njëkohësisht. Ndaj ky emision është për mamat, për ato që ndihen në faj edhe kur japin gjithçka, për ato që pyesin në heshtje a jam e mirë mjaftueshme, për ato që duan të besojnë se nuk ka një mënyrë të vetme për të qenë nën, po ka shumë mënyra. Ka një moment që asnjë grua nuk e harron dot. Dhe ai është momenti kur bëhet nën. Në një çast je me trupin tënd, frymën tënde, mendimet e tua, dhe në çastin tjetër gjithçka ndryshon. Një pjesë e jote del jashtë teje, dhe askush nuk të përgatit për atë boshllëk që ti përjeton pasi e lind fëmijën. Dëgjojmë shpesh që tani e nën, por askush nuk të thotë se për të bërë nën duhet kalosh përmes një vdekjeje të vogël, sepse ti nuk je kurrë më njësoj. Asgjë e jotja nuk është më njësoj. E në këto rrethana kam një pyetje që nuk e di a di ti përgjigjesh. Ç'a do të thotë ti jesh nën? Një pyetje që në fakt tingëllon e thjesht, por që s'ka përgjigje të njëjtë për asnjërin prej nesh. Ti jesh nën, do të thotë jesh e hutuar, e trazuar, e lumturuar, e frikësuar, e përfshirë në një kontroll që nuk e shpjegon dot. Dhe në vend të asaj ndjesisë së plot që ti dëgjon që flitet lart e poshtë, shumë gra përjetojnë një lloj boshllëku, një lloj hutimi, humbasin dhe orientimin. Sepse në këtë moment ka një përballje të re me ekzistencën e saj si grua. Jo me foshnjë në vetvete, por me veten që në këtë moment ndryshon përgjithmonë. Po askush nuk flet për këtë. Amësia është një proces që të riformon, herë me dhimbje, herë me gëzim. Të jesh nën do të thotë jetosh midis dashurisë dhe humbjes, midis lirisë dhe fëmijës, midis vetes, asaj që ishe dhe asaj që po bëhet. A ke identi se çfarë humbet një grua kur bëhet nën? Humbet shumë në fakt. Humbet atë që kishte qetësinë e dikurshme, spontanitetin e dikurshëm. Trupi që dikur i përkiste vetëm asaj, nuk i përket më vetëm asaj. Humbet atë vetmin që ndoshta dikur e mallkonte, po në ditët e sotme e pret me një etje të jashtëzakonshme. Humb një mënyrë ekzistence që nuk di ta zëvendësoj. Dhe askush nuk flet për këtë humbje, sepse gati është e ndaluar të ndihesh bosh pas një bekimi. Në një farë mënyre, nëna përjeton dy lindje në të njëjtën kohë, atë të fëmijës dhe atë të vetes së saj. Vetëm që kjo e dyta kërkon shumë kohë. Sepse shoqëria ka mësuar që amësia është instinkt, kur në fakt amësia është proces. Dhe nëse disa gra pasi lindin nuk kanë atë instinktin e parë ose dashurinë e parë për fëmijën, shpeshherë gjykohen nga të gjithë si një grua e papërshtatshme, si një grua që nuk di të vlerësoj bekimin që i është dhënë, sepse disa gra të tjera nuk arrin dot të bëhen nëna. Ndërkohë që kjo grua që po vuan dhe ka dhe kurajon ta thotë,
në fakt është e ndershme. Është e ndershme me veten e saj, është e ndershme me foshin, është e ndershme me gjithë mjedisin, pavarësisht se i kushton shumë gjykimi që ata marrin. E vërteta është që shumë gra e duan fëmijën e tyre. Gjithsesi ndjen bosh, jo se u mungon dashuria, por sepse nuk e gjejnë dot veten e tyre brenda kësaj dashurie. Të ndihesh e huaj në rolin e nënës nuk është dështim. Është dëshmi që po kalon nga vetja jote e vjetër në një formë të re tënden që ende nuk ka marrë një emër. Kam dhe një pyetje tjetër. Si është ndërtuar job description i nënave? Domethënë, përshkrimi i punës quhet në shqip? Kush e ka ndërtuar? Dhe kam frikë që ky rol, ky job description nuk është bërë nga gratë. Është ndërtuar nga kultura, nga morali fetar, nga idealet e sakrificës dhe më vonë nga psikologjia popullore që i vesh nënës disa fuqi hyjnore. Nëna dikur duhet ishin të përkushtuara, të duruara, të buta, të palodhshme, të lumtura, një përzierje e shenjtores me superheroinën. Me kalimin e kohës, ky përkufizim nuk është zbutur, është bërë më i rafinuar, por më i pamundur. Tani, nuk duhet vetëm të kujdesesh për fëmijën, por të jesh dhe vetëdijshme, e pranishme, e rregulluar emocionalisht, është një term në psikologji. Një nën që nuk ngre zërin, nuk lodhet, nuk gabon, pra një nën që nuk është më njeri. Kërkojmë gjithmonë një performuese të jashtëzakonshme. Kohët e fundit, këtij job descriptioni i është shtuar dhe diçka nga rrjetet sociale, psikologët pop që japin receta për butësi dhe vetë kontroll. Cili është rezultati? Një grua që ka shumë informacione, shumë më shumë se kurrë, por nga ana tjetër ka dhe kaq shumë faj, më shumë se sa kurrë. A është egoizëm kur një nën kërkon që të kthehet pak tek vetja? Kur bëhesh nën, qendra e botës zhvendoset. Çdo gjë fillon me a është mirëfoshnja dhe mbaron me a bëra atë që duhet, a e bëra ashtu siç duhet, dhe gradualisht ai realiteti i zbehet në pikën që nënat e humbasen kush janë. Dhe kur vjen dëshira për të bërë diçka për veten, shfaqet një zë i brendshëm që thotë mos u bë egoiste. Je nën tani. Të duash veten nuk është egoizëm. Fëmijët nuk kanë nevojë për nëna që zhdukin veten e tyre. Fëmijët kanë nevojë për nëna që janë të vërteta. Me dhimbjet e tyre, me hutimin e tyre, me lëndimet e tyre, me lodhjen e tyre. Lodhen dhe nga fëmijët dhe është krejt okay të lodhesh nga fëmijët. A është e mundur ta shohim amësinë si proces që kërkon kohë? Ka nevojë të bëhen gabime? Ka nevojë të përjetohen dhimbje? Po, por duhet hequr presioni për ta përjetuar këtë si mama perfekte, si nëna perfekte. Amësia, si çdo marrëdhënie tjetër e madhe, kërkon kohë, përballje, mos përputhje, ringritje. Gabimi nuk do të thotë që si e aftë, por se po mëson se dashuria nuk ka manual. Dhimbja është pjesë e procesit, sepse çdo lindje, edhe ajo e identitetit të ri, është e dhimbshme. Dhe në vend që të kërkojmë të jemi nëna perfekte, ndoshta duhet të mësojmë të jemi nëna që ekzistojnë realisht, me trupin, me lodhin, me mëdyshin, me dritën që kthehet nga pak. Ndoshta të jesh nën do të thotë të mos dish gjithmonë kush je, por ama mos ndalosh kurrë së kërkuari. Nuk ka rëndësi, nuk ka nevojë të jesh perfekte, por duhet të jesh e pranishme. Mund të mos ndihesh gjithmonë nën, por të mos dorëzohesh në këtë proces për të bërë e tillë, sepse amësia nuk është një identitet që të jepet, është një udhëtim që të mëson se si të ekzistosh ndryshe çdo ditë. Kush e vendosi se çfarë do thotë të jesh nënë e mirë? Përgjigjja më e ndershme është të tjerët. Kultura, feja, burrat që s'kan lindur kurrë, por kanë predikuar mjaftueshëm. Psikologjia që për një kohë të gjatë maste dashurinë me durimin dhe sakrificën. Në shekujt e fundit, ky përkufizim nuk u zhduk, thjesht ndryshoi veshje. Nga nënat shenjtore kaluam tek nënat e vetëdijshme, të buta, të rregulluara emocionalisht. Feministët e kanë quajtur këtë institucionin e amësisë si një formë që dashuria për fëmijën është përdorur për të disiplinuar gruan.
Ti nuk lind vetëm fëmijën, por vesh, brendëson edhe një moral që të mban në kontroll. Në vend që të lejohet të jesh nën në mënyrën tënde, të mëson se si duhet të jesh. Kështu fjalia nën e mirë e humbet kuptimin njerëzor dhe kthehet në një rol për tu përmbushur dhe jo në një ndjenjë për tu jetuar. Faji që nënat provojnë lind kur diçka që ato po jetojnë nuk është e plot. Është një ndjenjë, një e vërtet, një nevojë e shtypur, që zakonisht është nevoja për pushim, nevoja për hapësirë për veten, nevoja për ta shfaqur veten ashtu siç je. Nënat moderne përpiqen të jetë gjithçka e qetë, e dashur, e pranishme, profesionale, e informuar. Po sa herë që diçka e lodh, ajo humbet durimin. Ndjen një boshllok dhe në vend që të dëgjoj veten, e interpreton lodhjen si faj dhe zëri kritik fillon të ndëshkoj. Në fakt, faji është mënyra se si trupi të kujton se ke te kaluar kufijt. Kjo ndodh sepse prindrit, si gjithë njerëzit, kanë nevojë të aprovohen nga tjerët, të miratohen nga tjerët, por ky aprovim kërkohet vetëm nga jashtë, nga kultura, nga partneri, nga vjerra, nga kunatat, nga motra. Në vend të pranimit lind vetgjykimi, dhe në vend të dashurisë për veten lind frika që si e mjaftueshëm. Unë nuk e di si u kthye kjo dashuri në një detyrë morale. Dhe më shumë se sa një dashuri që nuk mbaron kurrë, është një detyrë morale që nuk mbaron kurrë. Kjo është mënyra se si pushteti ka mbijetuar përmes moralit. Në kulturën patriarkale, dashuria e gruas nuk shihet si akt i lirë, por si një detyrim etik. Ti duhet ta duash pa kushte, duhet të falësh, duhet durosh. Në fakt, të gjitha këto duhet fshehin një gjë që është shumë e rëndësishme. Harro veten. Në sistemin që glorifikon nënën vetëm kur ajo sakrifikon, dashuria bëhet mjet kontrolli. Një mënyrë për t'u siguruar që gruaja nuk del nga roli. Në këtë kuptim, dashuria e kthyer në detyrë morale është forma më e sofistikuar e skllavërisë emocionale. Çfarë ndodh një gruaje që e mat veten me standardet e përsosmërisë së nënës perfekte? Ajo ndahet në dysh, në atë që është dhe në atë që duhet të jetë. Kjo ndarje në psikologji ka termin e mospërputhjes së vetes, që është burimi i ankthit dhe i depresionit prindëror. Ky është ai momenti kur humbet ekuilibri, grua sheh vetëm atë që mungon, jo atë që është. Dhe aty fillon ankthi. Në vend që të jetojë marrëdhënie me fëmijën, ajo jeton në një provim pafund. Përsosmëria nuk është as dashuri as vetkontroll. Është mohimi i realitetit të gruas. Dhe kjo ndoshta është një plag më e thellë se çdo faj, ku faji përpiqet të fashojë këtë plag. Kultura jonë njeh vetëm ndjenjat e sakrificës, jo ato të kufirit, që gruaja ka nevojë të ketë mes vetes dhe fëmijës. Një nën që sflet për fajin e saj konsiderohet e pandjeshme. Një nën që qesh, që kërkon liri, shihet si e papjekur, masakrohet publikisht. Në fakt, shumë gra janë rritur me idenë se dhimbja është dëshmi dashurie. Dhe si për të treguar se sa shumë i duan fëmijët e tyre, flasin për dhimbjen që përjetojnë kur gabojnë me ta. Por dhimbja e përsëritur, pa ndërgjegjësimin e duhur, nuk është dashuri. Është formë e përjetshme dënimi. Nëse e dëgjon, faji mund të tregojë se ku e ke shkelur kufirin me veten, dhe nëse e fsheh, ai kthehet në një sistem që ushqen në nshtrimin. Nëse e rrëfen, nëse e tregon, ai kthehet në urë, sepse të gjitha nënat e dinë që poshtë fajit ka dashuri, por dashuria ka nevojë të ketë dhe kujdes për veten. Dhe dikush nga ju mund pyesi, po si dallohet kujdesi i shëndetshëm, pra si të ruaj veten dhe si grua dhe si nën, dhe të jem dhe nën e mirë, mjaftueshëm e mirë, po dhe të respektoj veten. Në psikologjinë kemi një term që është i rëndësishëm, që është duke rifituar autenticitetin. Autenticiteti është në themel të çdo marrëdhënie, duke qenë e vërtet, duke qenë ti, pa maska. Një nën që gënjen për ndjenjat e veta nuk i mëson fëmijës dashurinë për veten përmes modelit që i ofron, por i mëson frikën për ndjenjat. Fëmia yt nuk mëson nga ajo që ti thua, nga zëri i butë i shtirur, mëson nga ajo që ti je, nga mënyra se si ti e trajton zemrimin tënd, lëndimin tënd dhe lodhjen tënde.
kujdesi i shëndetshëm nuk është ai që ta mohon lodhjen, por ai që e njeh, e pranon dhe është okay dhe të kërkosh ndihmë. Në gjuhën e feministeve, ky është një rikthim i trupit dhe i zërit të nënës si subjekt, jo si shërbyese. Në gjuhën e psikoterapisë, është bashkimi me veten që ka mbetur pas, ndërsa në gjuhën e jetës thjesht është të duash pa u zhdukur, të kujdesesh pa u tretur, të jesh nën pa e humbur të drejtën për të qenë njeri. Dhe në fund, ndoshta nënë e mirë nuk është ajo që nuk gabon, por ajo që nuk e tradhton veten duke u përpjekur për të qenë e përkryer. Sepse dashuria që mbijeton nuk është ajo që e zhduk nënën, po ajo që e përfshin atë në të gjitha proceset e jetës. Dhe kur një nën mëson ta shoh fajin si mesazh, jo si dënim, ajo fillon të shërohet. Jo përmes sakrificës, Si shpjegohet por përmes që pranimit të qasjet e vetes reja si të qenie e prindërimit plot, që bazohen në e prindërimin e dashur, butë, të e kujdesshëm, lodhur, të vetkontrolluara, e gabuar, prodhojnë ankth. Sepse butësia bëhet standard për t'u arritur, jo ndjenjë për t'u jetuar. prindërimi i ndjeshëm, i vetëdijshëm, lindi si një reagim ndaj prindërimit shumë autoritarian. Dhe kjo qasje e re prindërimi, gentle parenting është anglisht, bëri shumë mirë që erdhi, sepse ai që ishte bazuar mbi dhunën, turpin, dëshkimin, si mjet edukimi, dhe sigurisht që fëmijët nuk kanë nevojë për këtë. Por ka nevojë të kenë prindër. Dhe prindrit nuk kanë nevojë që të heqin një kostum dhe të jenë të detyruar të veshin një kostum tjetër, sepse kjo filozofia e prindërimit të butë, të vetëdijshëm, u përthith si një ideologji morale. Nëse nuk je gjithmonë e qetë, ke dështuar. Dhe kjo në vend që të çlironte, kjo qasje gati solli një formë të re skllavërie, një kështu sistem policor, prokurorësh të brendshëm që të matë tonin e zërit, fjalët, madje edhe mendimet. Dhe në vend që t'i lironte nënat nga presioni, filozofia e butësisë shpesh i ngjiti ato në një pjedestal të ri, ku dashuria duhet të ketë gjithmonë ton të ulët, shprehje të matur. Dhe në vend që të ndihmojnë, kjo prodhon një ankth performues, frikën e përhershme se po gabon dhe kur qëllimi është i mirë. Parimet themelore që kjo qasje për prindërimin e ndjeshëm dhe të vetëdijshëm ka, bazohen mbi faktin që fëmijës i komunikohen nevojat, që fëmija ndihmohet të kuptojë cilat janë emocionet që po provon. Që prindi përpiqet të kuptojë se çfarë po përpiqet fëmia të më tregojë me këtë lloj sjellje, me zemërimin e tij, me faktin që shtrihet në mes të rrugës, me të qarat, me tantrumet. Dhe filozofia e këtij prindërimi nuk është që si ta ndalojmë këtë sjellje, po si ta kuptojmë këtë sjellje. Dhe sigurisht është një qasje fantastike. Një parim tjetër është të vetë rregullohesh para se të rregullohet fëmia, që do të thotë që prindrit duhet të fillojnë të rregullojnë emocionet e veta, fillimisht që të jenë në gjendje të rregullojnë emocionet e fëmijës. Kështu që qetësia e prindit shihet si model. Por prindrit që vinë me historitë e tyre të traumave, me historitë e tyre të prindërve dhe filozofive që janë rritur të prindërimit, nuk e kanë gjithmonë kaq të thjeshtë që të vetë rregullohen emocionalisht përpara fëmijës dhe të kenë dhe luksin që të ndihmojnë fëmijën të vetë rregullohet emocionalisht. Dhe ajo që unë vëre është që shpeshherë nënat e reja e bëjnë këtë vetë rregullimin, rregullojnë, përpiqen të rregullojnë fëmijën emocionalisht pa u vetë rregulluar vetë. Dhe kjo është një përplasje shumë e madhe që fëmia sheh, sepse shikon një nën që është e tensionuar pavarësisht se zëri mund ta ketë të butë, por ka fytyrën e ka më të ngrirë, trupin e ka më të ngërçosur, dhe kjo e bën që fëmijën ta kuptojë që nëna është duke performuar. Dhe më lejo të them që fëmijët janë kafsh, jo në kuptimin e keq të fjalës, por duke qenë se truri i tyre nuk është ende i zhvilluar, ata shkojnë shumë me intuit, që do të thotë edhe kur ti mendon që po performon mirë, fëmia yt të njeh aq sa të kuptojë që ti po performon. Dhe unë nuk e di sa kjo e ndihmon vërtet fëmijën tënd. Një parim tjetër është qëndrueshmëria dhe respekti ndërsjellë, dhe kjo është fantastike, sepse prindërimi në këtë filozofi konsiston në bashkëpunim dhe në ndërtimin e marrëdhënies ditë pas dite. Prindi trajton fëmijën me dinjitet, që ka të drejtë të kuptohet dhe të dëgjohet. Ndërgjegjësimi i emocioneve është një tjetër gjë që e ka shumë të mirë kjo filozofi, dhe një gjë që mua më pëlqen shumë është shmangja
minimizimi, heqja totalisht mundësisht, i ndëshkimeve dhe shpërblimeve sepse janë manipuluese dhe qëllimi i kësaj qasje është që të ndihmoj fëmijën të zhvillojë një motivim të brendshëm, jo të sillet mirë për të pranuar. Dhe si përkthehet kjo filozofi për nënat? Në kulturën e sotme qetësia është bërë sinonim i mençurisë. Por jo, nuk është gjithmonë kështu. Një nënë që nuk ngre zërin, që rrie qetë, që sillet butë edhe kur është e lodhur, shihet si shembull. Kur qetësia nuk është gjithmonë shenjë rritjeje, shpeshherë është mbijetesë ose një mënyrë për të thënë që nëna nuk ka zë për veten dhe nuk ka lënë vend, hapësirë për veten e saj. Kjo që nëna bën ka energji të cilat nuk i bllokon, ka emocione që nuk i thot, dhe gjitha këto përkthehen më vonë në dhimbje, në migren, në prishje të metabolizmit, në prishje të gjumit, deri në sëmundjet autoimunitare. Kur gruaja e shtyp zemërimin për të ruajtur butësinë, ajo paguan me trupin, tensionin e përhershëm që fshihet pas asaj buzëqeshje perfekte. Për të rritur, thot Carl Rogers, njeriu duhet të ndjejë në mënyrë të vërtetë, jo të saktë. Kur nënat e matin moralin me tonin e zërit dhe me ndjeshmëri, dashuria bëhet një akt i sterilizuar, pa gabime, por pa jetë. Si mendon ti që e lexon fëmia yt shpërthimin tënd, lodhjen tënd dhe zhgënjimin tënd? Ndodh që njeriu të lodhet. Ndodh që njeriu të shpërthej. Ajo që fëmia yt mëson në këtë rast është që është normale të zemërohesh, nuk e lidh gjithmonë shpërthimin, nervozizmin dhe lodhjen me mungesën e dashurisë, po e shikon si pjesë të dashurisë, sepse dhe e shikon të vërtet aktin dhe bëhet shumë herët shumë mirë gati për të përballuar jetën, sesa në rastet kur fëmijët të rriten në mjedise të sterilizuara, vetëm me zë të qetë, pa konflikte, pa zemrime, pa ngritje zëri, pa acarime. Ky fëmijë i rritur në një mjedis kaq steril nuk është në gjendje të përballojë frustrimin që do i japi shoqëria jashtë. Do trembet, do kërkoj gjithmonë të mbrohet nga të tjerët, do përpiqet që të jetë i qetë dhe i butë edhe në rastet kur frika i ulëret brenda vetes. Kështu që për fëmijët e nevojshme është që të mësojnë edhe të tremben nga mami, jo në kuptimin terrorizues, por që të kuptojnë që ka kufi, që ka limite, që mami është e lodhur, i duhet dhënë kohë për të çlodhur dhe ndoshta mbas një debati, një diskutimi, ngritje zëri, të dyja palët flasin për atë që ndodhi, si u ndjen dhe të kërkohet falje kur ajo është e nevojshme nga të dyja palët. Apo e ngatrojmë në durimin e nënës me mohimin e emocioneve të saj? Po, shumë herë. Durimi është akt i vetëdijshëm, ndërsa mohimi i emocioneve është strategji mbijetese. Në kulturat ku shprehja e emocioneve shihet si dobësi, nënat mësojnë të shtypin ato për të mos të gjykuar. Por sërish, fëmijët e ndjejnë çdo emocion të pathënë, perceptojnë përmes toneve, shikimit, frymëmarrjes. Të jesh i durueshëm, e durueshme nuk do të thotë mos zemërohesh, por të duash edhe kur je e zemëruar. Sepse në thelb, prindërimi i shëndetshëm nuk është pa emocione, është pa dhunë, dhe këto nuk janë e njëjta gjë. Ne jetojmë në epokën e pasqyrave, në çdo moment ndjenja është e ndërmjetësuar nga një sy kritik që të sheh. Shpeshherë, për të përmbushur standardet, nënat nuk përpiqen të jenë më të pranishme, por të duken si të pranishme. Në mediat sociale, butësia është kthyer në estetik, shtëpi me ngjyra pastel, fëmijë që s'qajnë kurrë, dialogje të përsosura. Në fakt, këto imazhe që i shiten grave janë një mashtrim. Një formë tjetër e idealizimit dhe e mitizimit të figurës së nënës, vetëm se radhe me një ndjeshmëri të kuruar. Nga këndvështrimi feminist, ky është brëndësimi i patriarkit në një version tipik. Gruaja kontrollon veten për të dukur e lirë. Por një nënë që jeton për t'u parë nuk është në një marrëdhënie me fëmijën, është në marrëdhënie me veten e saj imagjinare, dhe ky është lloji më i lodhshëm i dashurisë.
në këtë performancë publike të butësisë, ajo që bie në sy është dhe mungesa e babait. Teoria e gentle parenting, prindërimit të ndjeshëm dhe të vetëdijshëm, në fakt babain e sheh si bashkërregullues emocional, si një figurë po aq të përfshirë, të ndjeshme dhe të përgjegjshme po aq sa nëna. Por, në praktik, kjo filozofi është përkthyer si një moral emocional ku peshën e mban vetëm njëri, nëna. Nëna është ajo që lexon librat, ndjek podcastet, kërkon mënyra të reja të komunikimit me fëmijën, fajsohet kur humbet durimin, ndërsa babai në shumë familje përmendet si i përfshirë për çdo gest të vogël, dëmshuri dhe ndjeshmëria. Në këtë kuptim, prindërimi i ndjeshëm dhe i vetëdijshëm ka ruajtur të njëjtën pabarazi të vjetër, vetëm me një fjalor të ri, gruaja kujdeset që askush të mos ndjejë dhimbje, përfshirë edhe burrin. Siç do thoshin feministët e sotme, kujdesi është ende punë e padukshme, e cila paguhet me trupin dhe nervat e grave. Në vend që do ndihmojmë nënat të ndihen të lira, kjo filozofi shpesh e bën të ndihen më të vetmuara, si në job description e tyre menaxherët e mirëqenies sociale të gjithë familjes. Natyrisht, përfshir edhe burrin. Ne duhet kuptojmë që ndjeshmëria për veten që nënave u mungon, nuk lind nga zbatimi i manualeve në rrjetet sociale, por nga kontakti real. Ndjeshmëria e vërtet përfshin edhe kufit dhe dështimin dhe sinqeritetin e lodhjes. Nënat nuk ka nevojë të japin prova që janë nëna të mira. Disa studime që flasin për fajin e nënave tregojnë se pritshmëritë e larta të prindërimit e nxisin shumë mospërputhjen me veten. Hendekun midis nënës reale dhe nënës ideale. Sa më i madh ky hendek, aq më i fortë turpi që ndjejnë, vetkritika që bëjnë, ndjenjat e paaftësisë, madje edhe simptomat depresive. E di ti që ka dhe një term që lidhet me burnoutin prindëror, pra me lodhjen prindërore? Dhe jo rrallëherë raportohet që ky burnout vjen edhe nga prindrit që kanë përqafuar me shumë dashuri filozofinë e prindërimit të ndjeshëm dhe të vetëdijshëm, sepse filozofia e këtij lloji prindërimi është interpretuar si kërkesë për qetësi, vetërregullim konstant, ndonjëherë shoqërohet me ankth, me shterim emocional dhe burnout ke nënat. Shpeshherë ato ndjejnë që humbasin kompetencat prindërore. Dhe këtu më vjen nërmend të rasti një nënë të re e cila u dorëzua për disiplinimin e fëmijës dhe e dëgjoja shpeshherë që thoshte nuk kam çfarë t'i bëj, nuk më dëgjon më, unë nuk mund t'i bërtas, nuk mund ta ndëshkoj, por fëmia im nuk më dëgjon më. Sepse një nga problemet e kësaj filozofie të re që parimet i ka shumë të mira, bjem dakord, asnjë kundërshtim, lidhet me mënyrën se si vendosen kufit. Siç e thash edhe më parë, procesi i bërjes nën përfshin dhe përballje ekzistenciale që vetë gruaja ka, shpesh përjeton ndryshim të identitetit, humbjen e vetes, konflikt midis kujdesit për fëmijën dhe kujdesit për veten. Kur këto përvoja përthithen nga ideologjia e nënës perfekte, ato shkojnë ta shuajnë nënën brenda, gruan që është brenda kësaj nëne. Duke e rritur mitin e nënës së mirë, ne theksojmë se qasjet moderne, që përfshirë këto të butat, riprodhojnë mitin e sakrificës vetëm me një gjuhë pak më simpatike, më terapeutike. Nëna duhet jetë e qetë, energjikshme, përkushtuar dhe nëse dështon, ndëshkohet nga faji i brendshëm dhe si të mos mjafton të faji i brendshëm, të doja të t'i riktheheshim edhe një herë cilat janë problemet që studimet kanë vënë re nga gentle parenting ose nga ky prindërim i ndjeshëm dhe i vetëdijshëm, një përpjekje për ta përkthyer në shqip në fakt. Në disa raste, interpretimi i gabuar i këtyre parimeve, por jo vetëm, edhe fakti që prindrit nuk vijnë nga sisteme familjare të shëndetshme, vijnë me traumat e tyre, vijnë me plagët e tyre dhe është shumë e vështirë që këto trauma dhe plagë të fashohen me një filozofi të re prindërimi. Kështu që filozofia në vetvete mund të jetë shumë e mirë, por një prit i dëmtuar e ka shumë të vështirë që t'i aplikojë në mënyrë të saktë. Kështu që krijon një përshtylllim emocional dhe paqartësi kufish. Fëmijët nuk kanë kufi të qartë, shfaqin probleme dhe vështirësi në vetrregullim, probleme të sjelljes,
varësi nga miratimi i prindërve sepse mungon ajo ndjenja e sigurisë së brendshme. Gjithashtu, një problem tjetër që vjet re është mënyra se si fëmia vetë rregullohet emocionalisht. Është diçka që e kërkon ta bëjë gjithmonë prindi, sepse nuk mësohet të përballojë tensionet që mund të vinë nga njerëz që mund të jenë të acaruar apo të nervozuar, me që prindi nuk ka parë asnjëherë të tillë. Një plag në një plan më afatgjat, një plagë e re mund të jetë fakti që shoqërohet me frikë nga konfliktet. Pra janë fëmijë që nuk din të mbrojnë veten, edhe nëse mjedisi është pak i dhunshëm apo me zëra të ngritur, kështu që mund të sjellë një nënshtrim emocional ose një vështirësi për të diferencuar nga mjedisi ku është. Reaksioni ndaj frustrimit është shumë i ulët, ka një tolerancë shumë të ulët ndaj zhgënjimit dhe frustrimit ndaj stresit. Dhe kjo dëmton atë që në psikologji, po ndoshta meriton një temë tjetër, quhet reziliencë emocionale e fëmijës. Një problem tjetër që është vënë re nga disa studime është që kur prindrit e pëlqejnë qasjen e gentle parenting, por nuk janë gati që ta integrojnë, ta brendësojnë të plot atë, mund të krijojnë probleme me fëmijë që pretendojnë privilegje, kërkojnë që gjithçka u takon atyre, sepse këta fëmijë për sa kohë bota e tyre që njohin që janë prindrit, vetë sakrifikohen në pikën që nuk shfaqin as emocionet e tyre, nuk shfaqin as lodhjen e tyre. Ata e kërkojnë dhe pretendojnë këtë gjë që gjithë bota duhet ta bëjë me ta. Dhe ky nuk është një mesazh që ndihmon fëmijën tënd që të përballojë mirë botën. Dhe ajo që ndodh në fund të ditës është që kemi prindrin dhe fëmijën, të dyja palët, që mësojnë të jenë të qetë me këtë qasje të pa integruar mirë, por jo të lirë. Prindërimi i butë nuk është mënyra si flasim me fëmijën, por si flasim me veten pas çdo dite të vështirë. Nëse e trajton veten me të njëjtën mirësi që përpiqesh trajtosh dhe fëmijën, ndoshta aty fillon butësia e vërtet. Por nëse ti me veten tënde je shumë kritike, je shumë ashpër, e ndëshkon për çdo të ngritur, nuk mendoj që butësia që ti pretendon me fëmijën i shkon fëmijës tënd ashtu siç ti të doje. Unë e di që ti shpesh herë thua që nuk dua të jem një nënë e zemëruar. Nuk dua të jem si nëna ime. E vërteta është që gratë që janë të ftohta apo të akullta apo të zemëruar apo nevrike, në përsheku janë parë si kërcënim për burrat kryesisht dhe për komunitetin e burrave. Sepse nga nëna është pritur gjithmonë të jetë një burim sigurie, jo tensioni. Por kjo kërkesë nuk është gjithmonë e mundur. Është shumë kjo që kërkon nga nënat. Në shoqëritë patriarkale zemrimi i nënës nuk është parë si një ndjenjë normale, po si një revolt ndaj rolit që është caktuar. Kur një grua thot musos durimi, kërcënon vetë idenë e sakrificës ndaj kultura quhen evrike, kur në të vërtetë është vetëm e raskapitur. Zemërimi është energji që kërkon të dalë, kërkon shtigje për të shkarkuar. Kur nuk lejohet të qarkullojë, ajo kthehet në një tension trupor, në muskuj të kontraktuar, në migrenë, në net pa gjumë dhe shumë gjëra tjera. Pra, rreziku i nënës së zemëruar është mit. Rreziku i vërtetë është ta detyrosh të mos ndjej zemërim. Trupi i askujt nuk harron asgjë. Kur nënat frenojnë zemërimin, zhgënjimin, ato nuk zhduken, ato thjesht kjo si energji ngel në trup. Ngel në mënyrë si merr frymë, në mënyrë si shtrëngon nofullën në dhimbjen e mesit, në çrregullimet e gjumit. Trupi i lodhur nuk është i dobët, është i ngarkuar me histori të pathëna. Nëna që s'ka leje të ndjejë zemërim mëson ta mbaj frymën dhe ajo mungesë fryme i kthehet në mënyrë jetese. A mund të bashkëtoj dashuria dhe zemërimi? Po. Madje tamam, aty fillon dashuria reale, dashuria e vërtetë. Prania e vërtetë nuk do të thotë mos ketë tension, por hapësirë për gjithë spektrin e emocioneve. Të duash nuk do të thotë mos ndihesh e zemëruar, do të thotë mos shkatrosh marrëdhënien, por t'i japësh të gjitha hapësirat e nevojshme njerëzore. Në marrëdhënien prind-fëmijë dashuria dhe zemërimi janë binjak që mësojnë të ecin bashkë. Fëmia mëson që nëna mund zemërohet dhe prap ta doj se marrëdhëniet nuk prishen nga ndjenjat, por nga heshtja.
Kur një nën e lejon veten të ndjejë zemrim pa turp, ai mëson fëmijës që dashuria nuk kërkon shtirje, por ndershmëri. Dhe kjo është dhurata më e madhe që një nën mund të bëjë fëmijës së saj, ndershmëria. Kur një grua e ndjen se s'ka të drejtë të lodhet, ajo nuk kërkon më as ndihmë. Dhe në vend që të thotë se përballoj dot më, ajo thotë jam pak e lodhur, jam pak e stresuar. Në fakt, ajo ka filluar të shpërbëhet nga brenda. Kjo është mënyra se si shoqëria e mban nën kontroll, e mbush me turp për nevojat që ajo mund të ketë, derisa ja hesht edhe fjalat për të kërkuar ndihmë. Në trup, kjo ndihet si lodhje pa shpjegueshme, kombinim ankthi, pagjumësi dhe empirje. Nënat që jetojnë në turp kronik shpeshherë ndjejnë që janë gjithmonë të pamjaftueshme. Në fakt nuk është paaftësisht mungesë oksigjeni emocional, sepse turpi është ai që ndalon frymarrjen para se turpi të rrëzohet. Ajo që kanë vënë re shumë nga nënat e reja është që kanë shumë të vështirë të thonë kam nevojë për qetësi. Dhe kanë të drejtë, sepse për ta bërë këtë duhet të besosh që ke të drejtë të jesh më vete, të ekzistosh më vete, dhe nuk është faj. Mirë, po në shumë kultura, sidomos në këtë ballkanike, një nën që merr kohë për veten apo kënaqësitë e saj shihet egoiste. Unë në fakt mendoj që apo mbron shëndetin e saj mendor. Kur gjithçka që bën është për dikë tjetër, trupi dhe mendja e humbasin qendrën. Të kërkosh qetësi nuk do thotë të braktisësh, do thotë të kujdesesh për veten, që të kthehesh më ajrosur, më e fuqishme, më e lumtur, më e motivuar. Një nën që se di si mund të shkëputet pa faj, rrit një fëmijë që do ditë të qëndroj vetëm me frikën aty. Një nga aktet më të bukura dashurisë është që nuk mësohet dot në për libra, po mësohet ajo që është në jetë, as në manuale, as në Instagram, as në asnjë rrjet social. Si mund ta pranojmë zemërimin? Si nën, nervozizmin, frustrimin si pjesë normale të jetës dhe jo si turp? Më pyeste dikur një nën. Kur ndjen tension, mos u përpiq ta fshesh me mirësjellje. Është okay. Zemërimi, frika, dëshira, lodhja janë pjesë e të njëjtës dashuri. Nëse i shtyp, dashuria bëhet ankth. Nëse i lejon të jetojë, dashuria bëhet shumë më reale. Në thelb nënat nuk kanë nevojë për më shumë qetësi, kanë nevojë të jenë shumë të lejuara për të qenë ato që duan të jenë. Leje për të mos qenë gjithmonë të buta, leje për të pasur turp, leje për të pasur kufi, leje për të marrë frymë. Ndoshta nënat nuk kanë frikë nga zemërimi, por nga mënyra se si të tjerë do e përkthejnë ata. Në një botë ku femra e qetë është e admiruar, gruaja që shprehet shihet si një rrezik. Kërkon që të jesh e gjatë, por ndoshta ajo është vetëm nëna që më në fund po merr frymë plotësisht. Zemërimi nuk e prish dashurinë, e pastron nga shtirja, sepse dashuria e vërtet nuk kërkon të jesh e qetë. Çfarë do të thotë ti jesh një nën e mjaftueshme? Mjaftueshëm e mirë. Një nën që përpiqet, që dëgjon, që nuk e zhduk veten, nuk është ajo që bën gjithçka mirë, por ajo që di të rrijë me veten, me fëmijën, edhe kur gabon. Në fillim fëmia ka nevojë për një nën pothuajse të përsosur, sepse është krejtësisht i varur. Por me kohën, nëna do ta lejojë të fillojë ta zhgënjejë fëmijën, sepse aty e ndihmon të përballet me realitetin. Në këto zhgënjimet e vogla që fëmia vjen, që fëmia pëson, fëmia mëson se jeta nuk mbaron kur diçka mungon, mëson se si të rregulloj veten, mëson se çdo thotë kesh një nën reale, jo ideale, sepse gabimet ndihmojnë në formimin e një fëmie të sigurt. Nëse do ta shikonim zhvillimin si një marrëdhënie ose një projekt, do ta kuptonim se gabimi është ura më e fortë e lidhjes. Kur nëna gabon dhe më pas korrigjohet me dashuri, ajo jep fëmijës një përvojë të re, se marrëdhëniet mund të thyhen, por dhe mund të shërohen. Një fëmijë që e mëson herët këtë gjë, nuk do u frikësohet konflikteve më vonë, do të di se dashuria zvaret nga përsosmëria. Në fakt, lidhjet më të qëndrueshme ndërtohen mbi gabimet e pranuara, jo mbi sjellje të kontrolluara.
Gabimi është prova më njerëzore e dashurisë, se ti je aty, je i gjallë, me gjithë thëmetat e tua. E megjithatë, falja është një nga proceset më të vështira që nënat kanë me veten e tyre. Kjo është sepse për ta bërë këtë duhet të pranoj së pari që nuk është aq e fuqishme sa të shpëtojë gjithçka, ka limitet e veta. Shumë nëna ndjen në faj për gjërat që nuk kanë pasur në dorë, historitë e tyre, mungesat e të tjerëve, mungesat e baballarëve, sistemin që nuk i mbështeti. Në thelb, ato e ndeshkojnë veten për të gjitha plagët që askush nuk i ndihmoi t'i shëroni më parë. Falja e vetes nuk është shmangje, është njohje dhe pranimi i kufive njerëzor. Në gjuhën e thjeshtë, do të thuash kam bërë më të mirën që kam ditur. Aq sa kisha, aq sa mundesha. Kjo nuk do të thotë të mos dish të thuash më fal. Atëherë kur vërtet e ke kuptuar që fëmia yt është lënduar nga një sjellje e caktuar. Ky është ai momenti kur faji fillon të shndrohet në vetdia. Faji shpesh fsheh një mesazh. Dhe mesazhi është që ke diçka që duhet përmirësosh. Faji është energjia e mbetur nga një ndërveprim i papërfunduar. Një pjesë e vetes tënde kërkon të integrohet, jo të ndëshkohet. Dhe në fund që mund ta mbyllësh ditën me sa nënë e keqe jam, mund ta fillosh me çfarë po përpiqem të bëj, si mund të jem më mirë për veten time, se kjo do më bëj një nënë më të mirë. Ndoshta është trupi që kërkon pushim, ndoshta është një nevojë që ka mbetur pa zë, sepse kur faji kthehet në vetëdije, në fakt bëhet një busull shumë e mençur për ty, për fëmijën tënd, për partnerin tënd, për të gjithë. Ndërsa kur kthehet në dënim faji, ai kthehet një burg. Dhe shumë nëna jetojnë në burgje pa dritare me ndjesinë se kanë humbur Chelsea. Chelsea është aty. Është mirësia ndaj vetes tënde. Dhe nënat ndoshta do bëni mirë të flisni me njëra tjetrën, jo për të treguar sukseset apo sukseset e tyre personale, apo sukseset e burrave të tyre, apo sukseset e fëmijëve të tyre, po për të folur pa siguritë. Të thyej pak ky miti i vetmis, sepse nënat nuk janë të lodhura vetëm nga puna, nga performancat, por nga vetmia morale, nga ndjenja që askush tjetër nuk ndjen si ato, ndjen faj, turp. Kur një grua thot edhe unë jam e lodhur, krijohet një lloj hapësirë për një ndihmë reale. Çdo grua që pranon njerëzoren e vet e bën më të lehtë që një tjetër të mos ketë turp prej saj, prej gabimeve të saj. Si mund të ndërtojmë një kulturë prindërimi që pranon njerëzoren, jo mamin perfekt. Duke e parë prindërimin jo si detyrë, po si marrëdhënie, jo si sakrificë, po si bashkëtesë me të metat. Në kulturën e re të kujdesit, nënat nuk janë heroina që harrojnë veten, por janë njerëz që përfshin veten në kujdes. Kjo është filozofia e saktë e nënave mjaftueshme të mira, një dashuri që nuk është e përsosur, por është e vërtet. Një kujdes që nuk fsheh lodhjen, por e pranon si pjesë të jetës. Një nënë që nuk e mat veten me standarde, por me aftësinë për të qëndruar e hapur ndaj dashurisë, edhe pas çdo gabimi. Sepse ndonjëherë kaq mjafton për të qenë mjaftueshme. Tani në fund, nëse po më dëgjon dhe ndihesh në faj, duhet të them që nuk ke dështuar. As në ditët kur ke qarë fshehurazi, as për çastet kur nuk e pasur forcë, as për çastet kur ke humbur durimin, ke bërtitur, as për netët ku dashuria të është dukur si barë, se po, dashuria edhe për fëmijën ndonjëherë ndihet barë. Ti ajo që ja del, ajo që përpiqesh, të duash veten edhe në ditët kur s'të do askush. Të duash fëmijën edhe në ditët që je ekstremisht e lodhur, dhe kjo është një përpjekje, është një akt dashurie e heshtur që nuk e sheh askush, ama ti e sheh. Nëna që mjafton nuk është ajo që nuk lodhet kurrë, është ajo që pranon lodhjen pa turp, sepse nuk ka nën të mirë pa gruan brenda saj, dhe gruaja brenda saj ka nevojë për kujdes. Dhe gruaja që je, me gjithë frikën, fajin, mungesat, meriton të jetojë, të pushojë, të dashurohet për te rolit që ka. Nëse sot nuk e arritur gjithçka si nën, është okay, mund të arrish nesër, duke dëgjuar veten, duke shpresuar për veten, që mund të jesh pa aq e butë me veten sa që edhe me fëmijën tënd.
në fund të ditës nuk ka nën më të mirë se ajo që në fund ka mësuar të mos e ndëshkoj më veten. Ajo që guxon të thotë, sot kam qenë një nën e mirë, ndoshta aq sa duhet e mirë. Ky është emisioni Fije për sot. Do ju sugjeroja të shkarkoni aplikacionin që gjeni në Apple Store, Paper FM. Dëgjohemi javës që vjen. Natën e mirë.